Na thua një lutje që shkolla të shkoj sa më mbar. Mëso dhe vazhdimisht bëje këtë lutje. Rabbi zidni ilma. O Zot, ma shto diturin. Vazhdimisht bëje këtë lutje. Lusë Allahun e lartësuar që të ta lehtësoj çdo gjë. Po ashtu të këshilloj që me qenë korrekt me namazet, me rrit lidhjet me krijuesin e gjithësisë. Fale namazin, aty në sejdë lutë Allahun e lartësuar që të t'i lehtësoj mësimet, të t'jap sukses, të të bëj dobishëm, të ta lehtësoj çdo vështirësi. Sejdja është vendi ku njeriu është më pranë krijuesit të gjithësisë. Pra vazhdimisht fale namazin, përpiqu mëso dhe normal lutje sa më shumë. Allahu i rrit.